Jemi rikthyer të dashur shikues bashkë në studion e emisionit sot, siç lajmëruam para se të kishim bisedën e fundit do t'jemi tashmë me Leo Artin këtu në studio, sepse kemi pa në fillim edhe rubrikën Fauna Jon, e përmenda që është rikthyer tash në kuadër programit mëngjesit, edhe kemi me pa çdo javë për më saktë çdo të premte. Autori të cilës është vetë Leo Arti, do të na dërgojnë për shumë vende të ndryshme kudo ku ka përcjell gjëra interesante. Këtë radhë dhe ka pas deltarin i lirë edhe po flasim pak lart, shkurt para se të shohim historien, edhe ta keni idenë e qartë shikuesit tonë për çka kemi fjalë. Mirëmëngjes mas pari tash në studio, se të patëm lidhje direkte. Mirëmëngjes edhe për ju Jana, edhe për krejt shikuesit se kemi mësuar këto prej lidhjeve direkte. Po që shëtësejke po Fauna Jon, por i ktheje tashmë jo në formë të emisionit, po në formë rubrikët e cila do të transmetohet përmes emisionit sot, do me thonë këti emisioni, gjdo të premte kam u transmetu prej orës 10:15, ku e kom pranu me shumë knatësi edhe me shumë darë këtë lloj rubrike, ku e kom cejke dhe vetë në story aty se unë jam rrit me emisionin e Fauna Jon edhe si dashamiri kafshëve shumë ka pëlqy ky lloj emisioni e tash po e kam derin që me transmetut edhe me realizu vetë për shikuesit e Koha Vizionit. Kom vendos rubrikën e parë me rikthy me qenin ton autokton, qenin deltarin i lerë, ose për ndryshe që shënjojmë më shqep ashtu qeni i sharrit, edhe kemi realizu një story interesant e kësaj story që ka është sepse jemi mësu deltarin i lirë zakonisht me taku në për bjeshk të sharrit apo çfarë do lloj bjeshk tjera. Po interesant në këtë rubrik është sepse shikuesit mund me pa deltarin i lirë këto në qendër të Prishtinës, Sokol Plakolli, dashamiri i kafshëve i cili po i mban 12 deltar i lirë në lagjën Bregu i Diellit, edhe kjo ka qenë diçka shumë interesante, sepse Qysheceka është qenë për bjeshk, është qenë që njihet për bakti më shumë të edhe me i pa 12 llojet të këtij qeni këto në Prishtinë, ka qenë mjaft interesante, po edhe sfiduese me një farë lloj mënyre, po edhe shikues po që mund me i pa përmes pamjeve të storit deltarin i lirë apo qenin e sharrit, për ndryshe jemi mundu me fut edhe sa më shumë informata për ata që ndoshta edhe nuk e kanë pas shumë të qartë se çfarë lloj qeni është, tiparet e tij po. Mirë, mos e zbulot gjitha lartë, se po kthehemi prapë, veç po e shohim njëherë rubrikën, edhe të shohim zotin Sokol që ka qenë atje, pra ka qenë ai cili ka mbajtur 12 deltari i lirë, edhe vazhdon t'i ketë, e shohim se si e ke realizuar dhe kthehemi për me bisedu më tutje. E shikues dashur, jeni me mësu gjithmonë që mu personalisht me më taku në emisionin e mëngjesit. Ne përsëri po takohemi në emisionin e mëngjesit, por tash me një rubrik të re të cilin Koha Vizioni po e rikthejmë bashkë me mua. Ajo rubrik është rubrika Fauna Jon, e cila na ka mungu personalisht mua shumë, sepse jam rritur me rubrikën Fauna Jon, duke qenë edhe dashamiri kafshëve. Sot për herë të parë kemi vendosur me ardhë këtu në qendrën Shkabat, ku kemi me u taku me Sokolin, dashamir i qenve, autokton deltar i lirë. E këtu është Rudi, deltar i lirë i pastërt, me ku cilin jemi mësu me taku në për male dhe në për bjeshk, por kësa here jo atje, pasi që Sokoli këta qenë, rreth 12 qenë po i mban pikërisht këtu në qendër të Prishtinës. E pas pak kemi mu taku edhe me Sokolin, i cili do na flet më shumë rreth kësaj rase, se si po ja dela i me i mbajt 12 deltar i lirë, do e marrni vesh në këtë rubrikë. Është përmendur në literaturë shqiptare e të huaj, njihet si shoku më i mirë i njeriut, e në troje tona edhe si i bagëtive. Deltari i lirë është qen autokton me trup të madh dhe të fuqishëm. Ky qen që zakonisht mbahet për ruajtje të shtëpisë apo të bagëtive, sot nuk po e takojmë në malet e sharrit, por në Prishtinë.
është Sokol Plakolli, i cili po mban 12 deltar i lirë në lagjën Bregu i Diellit në kryeqytet. Thotë se i mban nga dashuria e jo për përfitime. Kam lind bashkë me pasionin. Qa nga mosha 5 vjeçare më shoqëru me ta në fshat ku kam jetu dhe jam rrit atje. Me 10 ekzemplar të deltarit i lirë. Babaj mi ndjeri sillte këta vazhdimisht, ka qenë mirakli hatashëm. Dhe atje im rrit me ta, i kum kultivua atje fillimisht. Më një formë shumë bio. Mandej kum pas gjithmonë deltar, asnjëherë s'kam qenë pa një deltar. Plakolli thotë se nëse do i duaj të bisedonte rreth karakteristikave të deltarit i lirë, nuk do të mjaftonin pak minuta. Nuk ka nevojë për dresur, është qenë të jetë inteligjent, është fanatik i territorit të vet, nuk del asnjëherë jashtë territorit të tij që të bëj një problem ose të sulmoj diçka. Është qenë i cili nuk i sulmon të vegjëlit, zakonisht është kultivuar për mbrojtjen e territorit dhe kopes, lufton me gjitha egërsirat pa kurfar problemi, lufton edhe i vetëm, lufton deri në vdekje, e mbron pronarin deri në vdekje, e ka veç një pronar në jetë, nuk i ka dy pronar, këta gjitha deltar janë deltar ciltun i ka marrë që kur kanë qenë të vegjël. Nështë ma të vegjël se molosa. Por ajo që më smiti definon deltarin është personaliteti, karakteri ti, sjellja ti, agresiviteti kur është e nevojshme dhe butësia kur nuk është e nevojshme të jetë agresiv. I një deltarët, mund të them se një jo në mënyrë profesionale kështu, po atë sa është e nevojshme i një. Kur duhet ta dalloj një deltar të mirë, mund ta dalloj edhe nëse është klysh i vogël. Karakteri luftarak, por njëkohësisht edhe i butë, është kombinimi që po e fasionon Sokolin nga qenë që mban. Deltari i lirë është qenë që lufton kurdo që është nevoja. E në planet e Sokolit është shpëtimi i kësaj race, pasi që sipas tij 3 lloje të deltarit i lirë janë në rrezikshmëri për zhdukje. 3 nga sortat e deltarit janë të rrezikuara të zhduken në Kosovë. Është kjo e zeza që unë e mbaj shumë për qefi. Kjo është Troja, e ka emrin. Është një ekzemplar i jashtëzakonshëm, është krejt i zi me një lart bardh, edhe 2 të tjerë që mi kanë fal, po ku më shku me i marr, po s'po kam hapësirë, edhe mi sill në qendër. Janë në zhdukje. Është në zhdukje edhe një 2-3 ngjyra të tjera që janë deltar, që kanë tipare të deltarit, por që i kanë certifiku shtetet tona fqinje, Shtatë Verdhit, Serbia, Maqedonia. Pasi që Sokoli nuk i përdor 12 qenë për ruajtje të baktive, ai tregon se i duhet të kaloj kohë me ta për socializim. Është shumë e rëndësishme deltarët me i dasht, sepse këta dojnë shumë dashni. Këta gjatë mërë një ditë, unë të paktën 3 orë du të me i kalu me ta. Jo veç me ju shy, po edhe me lujt me ta, me i lshu, që këta me qenë vetë aktiv. Deltari i lirë njihet për kafkë të gjerë e kafshim të fuqishëm. Lufton me ujkun, lufton me ariun, lufton me derin e egër, dhe vetë kjo tregon se sa është e forca kafshimit. Se molosa sot të lujt me mu, ma që kujti se e ka genetike ato të lujt forca e saj, ka kafshim jashtëzakonisht fuqishëm, ndoshta më të fortë se kangalli. Është shumë më e qëndrueshme se kangalli, që konsiderohet si një prej kafshimeve më të fuqishme. Deltari i lirë ka karakteristikë që kur nuk sulmon i pari. Gjithmonë mbrohet dhe sulmon i dyti. Deltari i lirë ka një fizionomi unike. Pas forcës, ky qenë gjithmonë ka pasur edhe madhësi trupore. Unë mendoj se deltarët i lirë dikon sillen rreth 65 cm deri në 85 cm. Të gjithë janë deltarë i lirë. Madje kanë herë shkojnë edhe për tej, kur bëhen kurpuloz, kur rritën forma trupore. Peshojnë shumë, janë shumë aktiv, janë qenë shumë të dashtun, kanë një kafshim të rregullt, do me thonë i bashkojnë dhëmë kur kafshojnë, zakonisht. Por një padrejtësi e madhe që është bërë deltarit i lirë është kryqëzimi me raca tjera. Kryqëzimi me raca tjera të cilat
pak e kanë qitë prej fushës së vetë, por për një 3 vjetë kultivim në mënyrë korrekte, ashtu siç planifikojmë ne, besoj se do t'i kthejmë gjitha tiparet e deltarit i lirë tek deltari i lirë. Pse? Sepse deltari i lirë është racë dominante, e cila i ka përballu kohës shumë. Dhe si e tillë kjo racë, sa herë kryqëzohet, mas 2-3 gjeneratave kthehet te gjeni bazë. Gjeni dominanti i deltarit i lirë, patjetër do të dominoj të paktën në gjeneratën e 2-3 të kryqëzimit. Sa i përket dietës që një deltar i lirë të jetë i shëndetshëm, atij duhet rreth gjysmë kilogrami protein çdo ditë. Sa i përket ushqimit, derisa rritën dojnë ushqim pak më specifik, kur rritën e dojnë rreth 1 kilogram protein në ditët, që janë zakonisht mbetjet e një familje normale, 3-4 antarëshe. Në fond, plakolli bën thirrje për të gjithë që ta zgjedhin qenin autokton përpara një qeni tjetër. Goxha trim lartë me qenë mesin e 12 qenushave të bukur, edhe pse të vegjël, po deltari i lirë, dhe po besoj që edhe shikuesit tanë përmes fauna jon tash rubrikës kanë marrë edhe informacion më të detajuar përveç pamjes që besoj se cili që e shohim e dim që është deltari i lirë, po i ka ata parametrat më specifik që dallohet sakt që është racë autoktone. Besoj që edhe këto i ke marrë si informacione tash i din. Shpresoj fillimisht që shikuesve ju ka pëlqyer dhe sadopak kanë mujt me u informu rreth deltarit i lirë, për ndryshe ka qenë një farë lloj sfide edhe për mua me xhiru edhe këtë histori se gjithmonë ka qenë çështjeka edhe në fillim si dashamiri kafshëve, nuk më ka rasti kur me lujt ose me u taku me një deltar i lirë edhe ditë gjatë xhirimeve ekzistonte një farë lloj frike e vogël, ashtu se çu shepata dhe jo edhe dihet që deltari i lirë është një qen me është qenë trup madh dhe ishin pak me një farë lloj mënyre si të frekshëm, po me kohë derisa Vetë ke pas edhe gëzimin, mangut e ke pas, edhe që atëherë kishe xhiru kështu. Që ata nuk e di që e kështu bo, po, megjithse edhe me kamermanin kalu mirë, ka qenë edhe pak puna tjetër, jo vetëm prej frike, po moti ke pak patëreshje dhe u dashke me xhiru pa tjetër atë ditë edhe po, me pak vështirësi, ja rretëm edhe derisa pak edhe u shlirova se që shëpat edhe kimi lujt pak edhe me qenë, po ke shumë një knatësi mjaft e mirë për mua dhe prej fakti që vetë që e desha që jam të gjiru për rubrikën fauna jonë, kja jo shtytja fundit ashtë që për me realizu sa ma bukur. Kjo e mira. Am të reguan pak Sokolli, se e haruan emër. Sokolli, po besoj që ka ndoshta vite prej se imban ata, pak a shumë i patëm disa detaje në storje, po ndoshta e përmendim pak edhe atë rutinën e ti ditore, se kërkojnë mandej edhe një angazhim shtesë edhe për ta edhe me u kujtesë edhe me i mirë mbajtë. Ekziston edhe dieta dhe vetë fakti që se prapë po bjen mu përsërit puna që deltarin i lirë zakonisht e takojmë në përbjeshke dhe është ajo liria e qenit kur del në për mal ose është i lirë, nuk është i lidhur. Për shkak se Sokolli është duke i mbajtur me një vend pak më të vogël, ata shumicën e kohës qëndrojnë pa litar ose pa zinxhir, por gjithsesi ju duhet socializimi mes qenëve të tjerë, për gjithashtu edhe me njeriun. Unë e pak u habita prej faktit se gjatë xhirimeve qenë nuk kanë tregu kur farë lloj shenje të agresivitetit, kanë qenë faktikisht mjaft shoqërueshëm me mu ku kuptohet përmes logjikës së qenëve se po, edhe kur takot me një person të rinë, ndoshta qeni nuk e ka shumë atë lirinë e lojës ose të shprehjes me një person të ri që sapo e takon, po mbi gjitha kanë qenë shumë të shoqërueshëm edhe ishte karakteristike e deltarit i lirë për me qenë qenë që nuk sulmon i parin, pavarësisht rrezikut, gjithmonë vetë mbrohet fillimisht, pastaj nëse vjen puna për sulmim, atëherë qeni edhe sulmon.
Po, ma kujtove këtu një detaj kur e pata realizu një material për deltarin Ilir, e që përmendje dhe Sokoli, në fakt, që të regoj sa të dashur janë për pronarin, e të njëjtën kohë edhe e mbrojnë kështu me mishë shpirt, po themi luftojnë, ndoshta edhe me të tjerë kur ballafaqohen me ta, veç me mbrojt pronarin. Këtë detaj ndoshta që ta spjegoj ai? Sokoli e cek edhe vetë në intervist, thëtë se deltari Ilir gjatë të rjetës ti e ka vetëm një pronar. Edhe nëse one e kam një deltari Ilir edhe vjen puna dyqysh me jep të dikush tjetër, gjithmonë pronari i vetëm ka me qenë ona, po kush do qoftë a i pari. Do me thonë janë qenë që lidhen shumë me pronarin e tyre, janë qenë shumë besnik, sa i përket karakteristikave, pak po folim edhe për karakteristika që ky lloj qeni ka. Është kultivu para shumë viteve, edhe Sokoli e përmend në intervistë se e takum edhe të Sokoli një klysht vogël, besoj që edhe shikues të panë në gjyri bardhë, ka pas emrin Moljosa, edhe karakteristike e qenëve të Sokolit ishte se emrat e deltarëve Ilir që Sokoli vetë se ja u kishlon, qysh është edhe qeni autokton edhe emrat kanë shumë shqip. Tregoj për Moljosën se raca, se tash qenë të sharit edhe dalojnë edhe në përloje. Moljosa ishte tipike e bardhë. Ngjyra e qimës e Moljosës ke e bardhë. Jo e përzjerë me ndonjë ngjyrë tjetër. E tregoj se kjo lloj race është kultivu edhe në oborin e mbretreshës të u, do me thonë në kohën e Ilirëve, qysh atëherë daton qeni i sharit, për pastaj me kryqëzime të racave tjera edhe me ko, ka ndiku edhe pak puna evolucionit që ka ndru me përmasa trupore deltari Ilir gjithmonë ka qenë i njëjtë, për vetëm qimet dalojnë prej llojeve, 3 prej cilat vjen edhe në zhdukje këto në troje tona, si në Kosovë, Shqipnin, Macedonin, do me thonë rrethin Ballkanik, janë 3 lloje në zhdukje, ku Sokoli po mundohet që edhe me shpëtu këtë lloj, është ai lloji me qimet zezë edhe me një lart bardhë në mes të gjyksit, ku Sokoli po bën çmos për me shpëtu këtë racë, pasi që është racë autoktone, shqiptare, është kultivu gjithmonë në për troje tona dhe daton qysh prej një kohë shumë të largët. E që po shpresoj të ketë sa më shumë dashamirës të këti lloj qeni në mënyrë që ta ruajmë, për shkak se është autoktone jona dhe kemi përmend edhe më herët nga materialet e tjera të realizuar. Lart, për të fol pak edhe për rubrikën vazhdimsi, i kemi ndu ndoshta edhe opsionet e radhës që kemi sjell tash çdo të premte për orës 10:15. Çka do të kemi tjetër javë? Po, në momentin kur e pranova këtë lloj oferte, ta quajmë që komo marrë me rubrikën Fauna jon, me njëherë realizova ashtu një lloj liste ku do të shkoj çka ku me gjeru, çka du me transmetua dhe qysh me shfaq të shikuesi më së miri, ashtu. Sa i përket rubrikës tjetër që do të shfaqet sot një javë prej orës 10:15, do të mësojmë dhe do të kemi pamje prej bjeshkove të Rugovës, malet të Rugovës atje në Pej. Po, mbi gjitha po du me u fokusu pak tek kafshët tona që rritën në Kosovë, për gjithashtu atje kemi me u taku me disa persona që kanë me na fol rreth Raqebullit, një gjitar që është pëthuaj se gati në zhdukje në trojet e Kosovës, për gjithashtu edhe në Shqipëri, ku shumë gjuetarës e persona tjerë po e gjuajnë dhe po e vrasin këtë kafsh mjaft të bukur, është lloj gjitari në familjen e macës, ngjason goxha shumë e macën, përveç se për masa trupore janë shumë të mëdhaja. Ka pas raste ku njerëz edhe janë dënu, të paktën e mbaj mend para disa viteve organizatat e kafshëve kanë bërë çmos që të dënohen persona që bëjnë gjuetin ndaj Raqebullave dhe kështu besoj që kom me realizu një story mjaft interesante atje në Pej, edhe shpresoj që shikuesve kanë ju pëlqyer jo vetëm këto 2 story që pritën me u transmetu brenda këtyve 2 javë, po derisa në vazhdimsi çka do të realizohet. Vazhdoj Fauna jon, ndoshta do ta shndrojmë edhe në emision. Atëherë Lart, faleminderit shumë, edhe po i presim edicionet e reja për me i pa në kuadër të rubrikës, të cilat t'ja kujtojmë gjithmonë shikuesve tonë që i gjejnë në kanalin YouTube, pra në kanalin zyrtar që ka Kua Visioni, Kua Vision sot.
Aty janë edhe materialet edhe bisedat, e gjeni edhe këtë rubrik. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit ty.